Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Filloj me emrin e Zotit të gjithësisë, mëshiruesit, mëshirëplotit. Para një kohë jo shumë gjatë, e kem pas një seri derse në lidhje me historikun e fikhut, në të cilat derse kem folë gjëra gjatë formimi i medhhebeve, kryesor mirë, po para formimit medhhebeve ka qenë formimi i jurisprudencës, që i vjen gjuhën shqipe, ose fikhut, gjuhën e fesë, tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, tek sahabët, tek tabiin, tani tek medhhebet. Ato derse janë të ingjizume dhe i keni diçka nga shënimet, por pse po përmendëm? Po përmendëm sepse rezultati i formimit të aty në shkolla dhe rezultati i debatimit të argumenteve në atë kohë, neve na sjell këtë fikë që kemi sot. Dhe çdo debat që përmendet në shpjegim të fikhut, tani më mirë është malet për neve me ecë me termin fikh, se sa me thonë jurisprudenca ose dispozita shariatike, nga se si term mund me konë më i vështirë, më i koklavitur, kurse fjala fikhun thuhet se është bërë internacionale. Dhe atëherë krejt kemi folë për fjallën fikh, kemi thonë, tash bese ju kujtohet diskuj për juve, kemi thonë se fjalla fikhun i ka dy kuptime të mëdha. Kuptimi i parë, fikhun njohja e fesë. Kur tha pejgamberi Zotit, men yuridillahu bihi khairan, kujna e do Zotit miren, yufaqihu fi din, jam mëson fikhun e fesë, domthonë jam mëson të kuptimit e fesë. Dhe kjo është kuptimi i parë dhe bazik. Çfarë fjala fikhun? Kuptim i krejt fesë. Tani kur janë ndo shkencat, çush janë ndo shkencat? Me praktik, me shpjegim dietarë ulemave. Është do çka i ta kanë lamisë besimit akides. Ato 3-14 derse që i kem pas. Çka i ta kanë lamisë historisë, çka i ta kanë lamisë hadithit, edhe është mbet çka i ta kanë lamisë praktikës, ose i kanë thonë fikhu ose shariati. Herë i thonë shariat, herë i thonë fikh, është e njëjtë. Mirë, këto terma qysh janë terma të shkallës së dytë. Sepse shkalla e parë e termit të fikh është kuptimi i krejt fesë, kurse shkalla e dytë është kuptimi vetëm një pjesë të fesë, që ka të bëjë me çka? Me pastërtinë, me abdesin, me namazin, me zakatin, me haxhin e kështu me radhë. A e kemi të qartë? Pra fikhu është shkencë tani në veti. Edhe neve kemi përzgjedh që në disa derse me fol për fikhun, po e kursemi veten dhe juve me fol për historikun e fikhut për shkak të aty në derseve atëherë që kemi folë që janë të ingjizume, dhe thash Zoti me i bën në formë të vizatimit dhe me pas një seminar veçantë për të gjithë, e atë me mos si përsëritje pastaj njëherë vet, njëherë 2 vite e kështu me radhë, sepse ajo ka nevojë për përsëritje të vazhdueshme. Sepse është temeli që është themelu fikhu historiku, se si është themelu fikhu. Tani, para veti kemi hymjen tash në fikh. Me marr fikhun ose shariatin komplet, me shpjegu, merr minimumi 5 vjet deri në 10 vjet. Pse? Sepse një fakultet që është 4 vjeç, me 8 semestra shpjegohet ç'ky fikhu. Vetëm një lami. Pa e përfshi akiden që është në veti, ose besimi, ose historin, ose tefsirin. Pse? Sepse ka detajet mëdha. Mirë, po najna dakordu që ko pas kohe me përzgjedh nga një kapitull. Sa kapitull mund mi pas fikhu? Shumë. Për tyne kapitulli i pastërtisë, që në vetveten e vet i ka 12 tema, 13 tema, 10 tema, parafërsisht. Kapitulli i namazit, fillon me ezanin, me ikametin, me hymjen namaz, çat namazit, shtyllat, çka ndërton, çka e prish namazin kështu me radhë. Mas namazit, namazi xhenazës, mas namazit xhenazë, namazi bajrameve kështu me radhë. Tani kalon tek sekati. Këto janë kapituj ose libra. Brenda përmana fikhut, libër sektor i veçantë. Dhe kem përgjithë që me marr ndashit thuni libri i parë, brenda fikhut, ndashit kapitulli i parë i fikhut. Cili është ai? Pastërtia. Pse? Sepse shumë për këtyre meseleve i dim, disa prej tyne mundu me i te i kalu se ju ka kalu vlefshmëria, do vimi tek disa prej tyre, sepse ka ndryshu jeta, ka ndryshu forma jetës, ma nuk e kemi formën e abdesit, sikur në atë kohë, përdorimin e disa anëve sikur atëherë. Me pastaj është një çështje te ujra që na vjen me një herë në dersin e sotit ose të nesërmen,
domthonë herën e ardhshme, uji i përdorshëm. Kujt e ka thonë ulemat uji i përdorshëm, njëherë që është përdorur për abdes, nëse njeriu e ka rujt, që kanë thonë në kohë ose në legend. A bën apet me marrë abdes me atë? Sa i paq është? Po ka thonë jo, se njëherë ka shly gjunohe. Ka thonë uji i përdorshëm. Kurse nasat në sistemin tonë që jemi bashkohor, na krejt ujë që e përdorur me kemë të përdorshëm. Pse? Sepse uji ka na vjen neve. Na vjen për komunës. Ky uji është bojimor për herë të parë, apo është i riciklum? Është i riciklum. Kur uji riciklohet nuk i heket vlefshmëria e gjunohit. Kamet megjithatë. Kështu që ka mesele që ju ka hekë vlefshmëria komplet. Dhe si e tillë nuk është as shumë me udhës edhe me umer me te. Tani, sënt ose këto momente na po fillojmë me hymjen në kapitullin e pastërtisë. E që kemi të bëjmë me 2-3 për rregullave kryesore. Dhe do vazhdojmë me temën e ujrave, me pastaj me temën e anëve, tek anë kemi 2 kategori, anë me cilat morëm abdes, mirë po përdorimi i anës. Sepse neve si besimtarë kemi ndaluar me përdor anën nga ari apo argjendi, sepse janë gjëra me pasuni dhe me vlerë, dhe sheriati e ka ndaluar me u përdor forma ndryshme, sepse janë pasuni dhe shfrytëzim i besimtarëve në ditën e gjykimit ose në xhenet. Dhe pa humbur kohë fillojmë me hyrjen dhe më pastaj e shohim dal nga dal. Normalisht është më e udhës dhe më e mirë. Pas koncentrimit me marrë diçka për shënimeve, qoftë tash, qoftë më pastaj, mirë po si se shë besimtari ose çdo kush atë që i aletson, sepse njerëzit nuk janë kategoritë e njëjtë, as të kuptumit, mirë po as të memorizimit. Dikush e ka më të lehtë kur e ndëgjon dhe e kupton, dikush ka nevojë me përsërit vazhdimisht, dikush e kupton esencën dhe i merr 2-3 shënime kryesore dhe çështë e kishte metodën tonë e përdor. Themi se pastërtia ose kapitulli i pastërtisë në sheriat quhet tahara. Ta-ha-e-dha-ra. Taharatun, e që ka ardhur në Kur'an, si shprehje ka ardhur në hadithe me dhjetra, që kjo shprehja tahara në shqip i vjen pastrim. Tani çdo sa neve kemi thonë edhe më herët dhe kjo kam na përcjell të njëjtën. Çdo term, çdo shprehje e ka kuptimin gjuhësor bazik dhe ka kuptimin për çka përdoret temën tonë, që quhet terminologji. Këto duken pak të bezdishme, mirë vjen të thjeshta. Sepse në moment që ti e kupton që ky term, çish po u përdor kanë sheriat, çfarë është definicioni me çfarë kupton këtë temë. Dhe këtu e keni onën e djathtë me të kuqe. Çka do të thonë fjala tahara ose pastërti? Në kuptimin gjuhësor i vjen pastrim, pra tahara me pastru diçka. Një vend, ose një trup, ose një rob, ose një gjësend, me e pastru do me thonë, aleikum selam, me largu diçka prej saj. Në arabisht i kanë thonë el-nazaha, wa tahara min el-adnasi wal-awsakh. Do me thonë, tahara ose pastrimi vjen me largu pa pastërti, ose me ngrit pa pastërti, ose me hjek pa pastërti, ose të pist. Që kjo është gjuhësisht. Kur thua, po du me bot tahare diçka, i vjen me hjek për atu i diçka. Me enda atë që është e pist nga objekti. Nga ajo që është gjësend, ose ven, ose trup, ose tish. Kjo është kujtesi gjuhësor. Kurse në shariat, te kemi obligim gjithë me ditë për mërë sikur Fatihan. Çka është pastërtia ose tahareja? Çka quhet tahare në shariat, në praktikën to që quhet në terminologji, i ka 3 pika. Në ne. Ngritja ose largimi. Se thamë gjësisht e ka me largu. Pra ngritja ose largimi i asoj cilësi që quhet hadeth, ose asoj pa pastërti që quhet hadeth. Tani do vime mësu si çka është hadethi. Këtu e keni shprehje. Në 2, edhe ato që janë kuptimin e hadithit dhe me e çrrënjos, me hjek të pistën, atë që quhet khabeth. Çka është hadithi? Hadithi është një shprehje arabisht
që ka për qëllim një gjendje e papastërt, cilësi, gjendje, nuk duket me sy, nuk është e pest, po është gjendje, cilësi e papastërtisë. Dhe qëtë cilësi do të me hjek, për shtaj ka thonë me ngrit, pse, një diçka që nuk shifet, ti s'munësh me hjek, se nuk është, mi po e ngrit dhe më thonë kuptimisht e ngrit. Aja kuptimisht gjinet e papastërt, ti kuptimisht e hjek papastërtin. A këtu shif? Pra një diçka që është cilësi, nuk është e dukshme, ti nuk mundesh me hjek me dukshme. Aja që është e padukshme, hjeke me të padukshme. Aja që është e dukshme, hjeke me të dukshme. Hadethi është gjithmonë, si të përmenë fjala hadethun, hadeth është diçka që ka ndodhë. Një cilësi që i ka ndodhë trupit ose individit. Për shembull, me këtë shembull dhe keni më të lehtë. Individi që është pa abdes, pe zomi ti ose one, për momentin jemi pa abdes. A je i papastërt? Tash me njëherë pyetja do të marrë me pyetje. Çfarë papastërti e ki për qëllim? Nëse ki papastërtin e pest, jo, jam i paq. Po nëse ki për qëllim gjendjen, atëherë ne kam nevojë për abdes. Dhe kur vjen abdesi që është pastërti, ma hjek hadethin në klapa, aja papastërtia që jenet pa abdes. Dakër? Ashtë e kjort? Pra çka është hadethi? Është një cilësi kur je pa abdes. Mi thonë i papastërt, nashta është gabim, mi po gjendje papastërtisë, sepse s'munësh me prej Kur'anin, s'munësh me fal namazin. Abdesin kur t'ja hodhësh trupit, atër që kjo abdesi është pastërti, e ka hjek cilësinë e papastërtisë, të quajtën hadeth. Kjo është pjesa e parë, ngritja e hadethit, ose sipas kuptimit të saj. Kush është sipas kuptimit të saj? Ka mundësi njëri është në gjendje pa abdes. Sikur të i pari, është në gjendjen e s'ka abdes. Më shpreken e sështë të onës. Tash, e kuptum që njeriu që është pa abdes, e ka emnin e hadethit. Çka ka hadethi? Cilësi, gjendje e papastërtisë kuptimore. Që ta ndalon Kur'anin me lexu me prek, ose namazin, ose tavafin, por ndryshe ti paqje. Dhe çysh ngritet kja? Ngritet të e marr abdesin. Mirë po, vazhdim të definicion po ngritja e hadethit dhe në kuptim të saj. Lexoj çfarë po thot? Ngritja apo largimi i hadethit dhe asaj në atë kuptim. Kush është këmbë në atë kuptim? Ka mundsi njeriu është me hadeth, po nuk mundet me marr abdes. Tash pyetja është një njeri që është me hadeth, po hjek hadethin, gjendjen, kuptimor, papastërtisë me abdes. Po nëse s'unë marr abdes? Se taj, po qysh s'unë marr? S'unë, se ka njerë që në alergji, ka, dhe këtë tena ka. Në Helsingborg ka njeri që ka alergji. Nuk guxon me prek fytyrën me ujë. Pse? Sepse lkura e tij shndrohet në një kaos, në një alergji të mërshme. Dhe çka tha shirati tash kë, mu fol pa abdes, mu fol duke qenë me hadeth, a kupton hadethin ç'është? Shirati thot jo, çka? Do të marr të imam. Pra abdesi ta hjek hadethin, po nëse s'kem mundësi me marr abdesin në atë kuptim. Kush është në atë kuptim? Te imumi. Kjo është definicioni i pastërtisë. Pastërtia për kë ka? Ngritja e gjendjes kuptimore, që quhet hadeth, me abdes ose me tejmum, ose largimi, zhvendosja e të pestës, të flleshtes. E kjo është me qartë. Kjo është hadethi, është kur njeriu e sheh që ka trupin e vet, ose rrobën e vet, ose dorën e vet, ose komën e vet, ose në trupin, në tokën ku më fal, ka të pestë ose të flleshtë. Çfarë bota? Me hjek, me zhvendos. E kjo është papastërtia e dukshme. Që i thujmë na e flleshta, ose e pesta, ose ndytësira. A është e kjo definicioni? Pra me të pyet ty ose me ra biseda ti, çka është pastërtia në Islam? Pastërtia në Islam është dy llojesh.
ose papastërti kuptimore, që quhet hadeth, e hjek me abdes, nëse s'munsh me abdes me tejmum, kjo është një kategori, ose papastërti që duket e flesht, kjo hjeket me zhvendosje. A kemi të qartë? Pra pastërtia është nëse pastrojmë trupin, ose vendin, ose teshen me njënë për këtyre dyja. Hadethi ka të bëjë me trupin, habethi ose ndytësira ka të bëjë me objektin, tutje. Kjo është definicioni. Tash, kur e përmend Zoti pastërtitë, këta që do e përmeni tash është më e rrallë, mirë po është mirë me ditë. Kur e përmend Zoti pastërtinë, Allah na thot në Kur'an, "Fatahharu", o ju besimtar, pastrohuni. Por çka ka për qëllim? Kur thot Allah i dën ata që pastrohen shumë dhe i dën ata që pendohen shumë. Ata që pendohen pedim, pe gjunojnë. Po këta që pastrohen shumë, kush janë? Ulemaja thojnë, pastrimi në Kur'an, fjala pastrim në Kur'an, vjen dy kuptime. Njëri është kjo që e mësum. Me hjek hadithin, pa pastrim kuptimor, ose me hjek ato që është e pest. Po e ka dhe kuptimin tjetër. Ashtu. Ha? Ndikë. Pastrimin e zemrës. Pastrimin e zemrës. Allahu ka thonë në Kur'an, "War-rujza fahjur." Edhe të pestën largoje. Nuk ka për qëllim të pestën hiqe për teshe. Nuk ka për qëllim të pestën e shpirtit dhe zemrës. Kur thotë Allah i madhrumi dën ata që pastruhen shumë. Kush janë ata që pastruhen shumë? Jo ata që lohen për ditë Allah. Po ata që pastruhen shpirtnisht, po edhe fizikisht. Ty ka dyjat. Pse se pejgamberi Zot na tha, me të vërtet, pastërtia është gjysma e imanit. E për cilën pastërti po fol pejgamberi këto? S'po fol për zemrës. Sepse pastrimi i zemrës nuk është gjysma e imanit. Pastrimi i zemrës është këtë imani. Po pastrimi fizik i trupit është gjysma e imanit. Me mojt pastërtin, dhe me largu pa pastërtin, aty ku rrin, aty ku flan, aty ku punon, është gjysma e imanit. Po me pastru zemrën është këtë imani. Pra a kuptum? 2-3 shprehje, ajete, argumente na kallëzojnë që nga një herë ka për qëllim Zoti pastrimi për dy gjona. Pastrimin e jashtëm që jemi të mësuna, dhe kjo është kapitulli jonë, po edhe kapitullin ose temën e pastrimit të zemrës. Jemi dakord? Pra këto janë dy llojet që neve na përcjellin jetë. Po me cilën kemi të bëjmë na me shpjegimet tona, me këtë dyta, domethënë pastrimi fizik, për hadithet e hadithit. Mirë. Pastrimi në përditshmërinë tonë, ose e harrova një argument që pas në të shkru, kur pejgamberi alayhi salatu wasalam është pyet për besimtari i cili nuk ka abdes, ose besimtari i cili është gjunub. Ka ndodhur dikush prej sahabive e ka ndru rrugën kur ka pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe pyet pejgamberi Zotit pse ke bë këtë? Mas ja ta kam pra mas një kohë. Thot sepse kam qenë pa abdes o pejgamberi Zotit më kon, bilim kono gjunub. Thot innamal mu'minu la yanjus, besimtari nuk është që ndytet, nuk është i vllisht. Ai sahabia ka kuptu që me kon pa abdes, edhe me kon gjunub që duhet me marr gusl, e ka llogarit veten të papaq. Që kjo papastërtia kur njeriu është gjunub? Papastërtia, kjo e pyetjen. Kur njeriu është gjunub. Që kjo papastërti? Çu ka amne? Për kësoj që tha më herët. Njeriu i cili është gjunub, a është i poç, a është i papoç? I poç. Dyjat. Pejgamberi po thotë besimtari, mu'mini nuk ndytet. Po honën tjetër, që kjo është gjunub, kjo s'mundet as më fal, as me kënu Kur'an, as me prej Kur'an, as me hin xhami. Pra ka i poç? Jo. Në unë tjetër? Dyt. Po. Pra kjo është këtë që mësojmë na. Që thamë kur vran fjala pastërti dhe pa pastërti, ku duhet shpjeguar? Te pa pastërtia kuptimore edhe te pa pastërtia që është me sy, e dukshme. Tash njeriu kur është gjunub, cilën pa pastërti e ka? Pa pastërti kuptimore, hadithin. A duhet ky me hjekçet hadith, me hjekçet pa pastërti po? Qysh e hjek? Me gusl nëse është gjunub, me abdes nëse është veç pa abdes. Nëse s'mundet as gusl, as abdes, e hjek me temu. E mësu?
To mos harroni. Mirë po këti s'u një thu që ti njeriu ti flesht. Ose i pest. Jo. Kjo ka papastërti vetëm kuptimore. Dhe në këtë kontekst ka thonë pejgamberi i Zotit, ky edhe pse është gjunob, që duhet me u pastru. Po ky nuk është i pest. Ka thonë innamal mu'minu la yanjus. Besimtari nuk ndytet. Dhe ka dashur edhe i ka thonë ti sahabit që edhe kur je gjunob ose kur je pa abdes, ti mundesh me bisedu me njerëz. Po kur e ki papastërtinë në trup, që është e prekshme, kjo do të më ujek. Kurse anën tjetër, Allah i madhur në Kur'an ka thonë, innamal mushrikuna najas. Mushrikt janë të flesht, të papastër, të pest. Cilën papastërtia ka pasur qëllim Zoti i madhur? Hadith. Ha? Hadithin. Papastërtin e Zemrës. Cilat kanë dy papastërtit, e zemrës dhe e trupit. Kjo e trupit është hadethi dhe habethi, dyja të bashkë. Papastërtia kuptimore dhe aja praktike dushme, prekshme, ndërsa Allah po thot mushrikt janë të ndyt. Ka për qëllim sepse vetëm tauhidi e pastron. Ndërsa besimtari është i pastër sepse ka tauhidin. Dhe shef fjallën e pejgamberit kur thonë besimtari nuk ndytet, e ka për qëllim nuk ndytet o ti besimtar me ik pej njerëzve. S'ki nevojë. Dhe nuk je ndytur te Zoti se je besimtar, ki tauhid. Mirë po, jeni një gjendje që është e palavdueshme, po të lejohet me nejt deri sot vjen vakti i namazit, e atë tani të bëhet obligim pastrimi së abdesi. Jemi dakord? Këto janë po dy llojet e pastrimit dhe dy llojet e papastërtisë. Papastërtia e zemrës dhe papastërtia e trupit, ose pastrimi i zemrës dhe pastrimi i trupit. Andaj mos ju bën fiksim ose të lashë këtu po thamon e papastërtia dhe pastërtia se dyja janë të një vend. Tani, këtë pastrimin që neve e bojmë, të zemrës ose trupit, është lloje. Krejt hinë çdo fjalë që i tham na, po thash veç për i ndojmi ma detajisht. Tash këtë pastrimi kur të bojmë na, tham sa i përket objektit të quajtur njeri, zemrës, trupit njerit, këtë dy lloje. Me e pastru zemrën, e mbrëmshme, pastrimi i mbrëmshëm, edhe me e pastru trupin, pastrimi i jashtëm. Tash nëse flasëm për pastrimin e jashtëm, sa lloje është? Pastrimi i jashtëm. Pastrimi për dy sirave. Sa lloje është? Dy lloje. Dy lloje. Me largu hadethin dhe me largu habethin. Hadethin aja gjendja kuptimore, edhe habeth aja që duket e prekshme. Tash, lloji i parë që është pastrimi, lloji i parë që është me largu hadethin, ka 3 lloje në veti. Pastrimi i madh, që është gusli. Pastrimi i vogël, që është abdesi. Dhe pastrimi i tretë cili është? Temumi që i zamës së dyjat. Për ato që s'kom si e marrë gusl. Pra po them na jem njëjtën fjali. Krejt dersi është me këtë fjali. Por me tregu që kur ti je në gjendjen e hadethit, ti ose je në gjendjen e parë. Cila është gjendja e parë? Gjunub. Je me papastërti të madhe. Dhe të nevojitet pastërtia e madhe. Çu ka një pastrimi i madh? Gusli. Çu ka një papastërtia e madhe e hadethit? Gjunubullako. Pra veç e kthen fjalën. Ose na duhet pastrimi i vogël ndaj hadethit. E që është abdesi. Cila është gjendja e njeriu kur është pa abdes, e ka hadethin e vogël, pa pastërtinë e vogël kuptimore. Dhe kur don me heq çet pa pastërti, çka përdor? Pastrimin e quajtën abdes. E pastrimi që abdes është pastrimi i vogël, krahasim me guslin. Dhe gjendja e tretë cila është kur ti je ose gjunub, ose pa abdes, po s'guxon me përdor ujin. Atëherë merr tejmumin. Ashtë e kjo? Pra tani, ashtë e kjo që ka është hadethi? Hadethi është një gjendje kuptimore pa pastërtis, që i ka 3 shkallë. Gjunubi, pa abdes, ose dyjat. Qysh i hjek këto? I hjek me gusl, ose me abdes, ose nëse situacioni me tejmum. Mirë, kalojmë te pika 2. Pastrimi ndaj të asoj që është e pest ose e prekshme, që është ndytësirë. Sa lloje ka aja, edhe e ka 3 lloje. Për shembull,
Çka konsiderohet tek na dhe në shariat pa pastërti? Nevoja e njerëzit, urina e njerëzit, urina e fëmijëve, urina e disa kafshëve, ose jashtësitë e disa kafshëve, janë të pesta, janë të flishta. Tjetër, gjaku, tjetër, tek, jo e pa që është e, çka ka njeriu mrena, çka ka njeriu mrena, edhe del, është e paqë, sepse s'unë me konë në dytë e me ekzistu në gojën edhe në trupin e njerit. Së është në dytë kjo flëqë? Jede, ja. E paqë është. Aja është e gërditshme. Po këtë janë të paqë. Tash, tjetër çka mundet, tek njeriu, mashkulli, është urina, po janë edhe do dalje që kanë bëjnë zbashku me urinën, që kanë përbërsh të urinës. Jo sperma, mirë pa ja që qëtë vetëdjun edhe medhjun. Atë pjesë të njeriut, të mashkullit, po që konsiderohet të papastërta. Pra që do të papastërta që i përmenëm na? Jashtësitë e njeriut edhe jashtësitë e disa kafshëve që si hatë mishë që janë të ndyta. Edhe gjaku. Edhe nëse marrmi debatin e ulemave alkooli. Nëse të prek dikush me pika të birrës ose të verës ose kështu me radhë. Nëse themi që të jenë papastërtit tek na në shariat, pyetja është kjo. Papastërtin tash pedim cila është. Po qysh e pastrojmë ne të pistën? Qysh e pastrojmë neve rroben ose trupin ose vendin pej të pistës? Kjo është pyetja. Qysh e pastrojmë kur jemi në gjendjen me hadeth e mësum? Ose me gusl, ose me abdes, ose me tejmum. Gjendjen kuptimore. Kurse gjendjen që e shet i papastërtin, e shet pistën, qysh me hjek, prapë i kem tri forma. Pse i kemi tri forma? Shumë logjike, pse i kemi tri forma të pastrimit? Sepse papastërtit nuk janë njëjta. Kur papastërtia e madhe shumë, do të me përdor pastrimin ujin. Pastrim që quhet gusl arabisht ose që quhet larje, me la. Nashta edhe me shapone, me sapone, me kështu me radhë, okay? Nëse është një ndësirë me vogël, qysh me vogël? Nësë po thojmë me vogël prej kuj del, po thojmë me vogël në sasi ma të vogël. Nuk është njëtë sikur me të lagë një mongë që i thojmë na, një krah me nevoj, sikur vesh një pike, dy pika. Pra këtë e ka konsideruar shariati. Nësë është papastërti e madhe, duhet më la. Ndoshta ka nevoj, nëse janë jashtë e qenit, edhe me dhe ose me shampona ndryshëm ose me faks ose me sodë. Por më urit pastrimi, sepse është papastërti e madhe. Në ndë, nësë është papastërti me vogël, me fërkim, e fërkan. Por shembull, ka ro pika e gjakut dhe është tha. Dhe njeriu mundet me e grith dhe e hjek. Edhe u kuj mesire. Ose i ka ro dilli dhe e ka hup, ka me dhe gjuhët, edhe u kuj pastrimi. Sepse shariati kërkan vetëm bazën me hjek. Pra po bëjka me fërkim. Pastrimi tret me stërpike ose spërkatje që i thojnë të na. Pra i mush gishtat edhe gjungshtat. Pse? Kjo ndodh mas shpeshti, tek të vjetrit, po ndodhet të rritash, çështja e organizmit ose e njerëzve që jemi, që ftohen njerëzit, dhe kanë mundësi që me orë atë gjendje që pas kryerjes së urinës, shkon kohë gjatë deri sa të hjeken gjitha pikat e urinës. Dhe tash nëse njeriu merret me këto pika, ka lënë atë që është e rënë. Cila është e rënë? Në vezvese. E ulemaja thojnë, qëndron pak sot qëndron në kryen e urinës, i merr shkaqet dhe sebepet dhe veç e stërpik brendësinë e teshave tina kështu me ujë, dhe nëse i vjen mendje që ka rona i pik, thotë kjo është kjo lagështia që kumulogone. Pse? Se shariati te i kalon këtë problematik që mos me lënë njeriu me kalun vëzë, sepse ki njerëz që rrinë me minuta, me orë në banjë për këtë. Është si njerë që me Ramazan, asë në basëfire njerë peke ujë, ka gjasham edhe për më mush. Në me ka ne ko faqëm, të teke ka ne se dhe kështë, po veçmenime. Po, kjo është, qëre, një kategori njerëzve është veçmenime, vetëm ndjenja. Kjo është me e letë. Amo të një kategori që po folione, ty në realisht të delë. Sepse këta kanë probleme ftofje. Kjo është ftofje e trupit.
ftofi organizmit. Kjo ka shpjegim edhe mjekësor, kjo është sa normal. Po kjo zakonisht në 80 vjetrit me mosh, mirë po që ka kaluar tek gjenerata të treja në forma ndryshme. Kështu që shariati thot mi ik asaj që është me aron. Edhe me kalimin e kohës, njeriu vetveti shkon tu mjeku dhe tu shëru. Pra çka kuptojmë këtë? Kuptojmë që gjendjen e papastërtisë njeriu ka dy lloje. Gjendja e papastërtisë kuptimor që hadeth e hjek ose me gusl, ose me abdes, ose me tejmum, varet se ka gjendjen. Edhe kemi gjendjen e papastërtisë që preket, e shef papastërtinë me sy. Edhe kjo hjeket ose me pastrim, larje, ose me fërkim, ose me spërkatje. Ashtë e kjo? E tash, si përsëritje. Çka do të thonë fjala hadeth? Këtu? Hadeth kuptimisht gjuhësisht do të thonë diçka që ka ndodhur. Një ndodhi, një diçka e re. E çka ka lidhje kë hadethi me trupin tonë me neve? Pra, kuptojnë lidhjen sa e thjeshtë dhe e bukur është. Njeriu, kur është pa abdes, ai ka bërë diçka. Gjendja e tij trupore, fizike dhe kuptimore ka ndryshuar. Pra ose ka kryer nevojë, ose ka kryer urinë, ose të ngjajshme, dhe ka ndodhur te ky diçka. Andaj ka marrë emrin hadeth. Dhe për me u fal, duhet me e ngrit me hjeket hadeth. Po së në ngriti me dorë, së në ngriti me ujë, që e prek, sepse nuk e sheh. Po i bën do veprime të shujton larje e veçantë. Me të vetë ty dikush, pse musliman marrin abdes? Ti thu marrin abdes se na ka obligu Zoti, para se me hynë namaz, ka thonë Allah i madhru, mo ju besimtar, kur ngritni për mu fal, pastroni durët e fytyrën e mes kokës edhe këmbët. A jetë është kështu? Po pyetja është pse o vëlla mi la veç do pjesë trupit me hynë në namaz? Ko dikush përgjigje? Që to fliqet më shumë? Pa, ulemaja thojnë, mundet me pas në arsye, mirë po baza është që s'ka arsye. Pse s'ka arsye? Se nuk e dim. Sepse atë edhe mesin kur e jep për mi, nuk e jep për fundi, nuk e jep onash. Nëse thojmë për pastërti, pse mi dhonë mes qerapav, kom du të mi la, se kom mas shumë të kanë nevoj për larje. Pse na ka lecu Zoti, mi dhonë mes qerapav, mos mi la kom. Përgjigja me afert është që na nuk e dim pse duhet me marr abdes në qësi forme për me hyrë namaz. Po Allah kështu e ka lyp dhe ne e bojmë kështu. E qa ka të bëj që kjo spjegim që thashën e ka të bëj direkt me qëta. Pra veç shikoje lidhin që ka ba shariati. Ti je hije pastru, për qefi, edhe ke bodjet me marr abdes, edhe je dal për banjës me abdes. Ka do një sen shumë i vogël. Ka rrjedh tek njeriu një dalje e erës, që as një papastërti nuk e ka shkaktu. As fizike, as kur gjohesh. Te nërsa hala je i lakt. Edhe ti si i till je me hadeth. Ti si i till s'mur është më falë. Merr abdes abet mas 2-3 minuta ndodhe njëjta. Pra pyetja është, qa ka lidhje këtu? Hadethi me papastërti dhe me pastërti. Ka lidhje. Po Allah i madhrum ka thonë që hadethi është një gjendje që qashtu Zoti namaz nuk pranon. Pranon të ditën me nejt. Po namaz qashtu s'pranon. Pse ka ndodhë diçka? E kjo diçka është jo logjike. Andaj të ka thonë, merre një abdes, që edhe shka abdesi nuk është logjike. A keni të qartë? Pra çka është hadethi? A është e kjo që është hadethi? Është një ndodhi që ka ndodhë të individi, që nuk onaj penalizim, s'ka onaj ndëshkim. Mirë po, të pengon për një namazit, ose një tavafit, ose një prekje të Koranit. E çka kime bo një veprim gatit në gjaj shumë. Kjo hadethi është abstrakt, është jo logjik shumë. Kime morë një abdes që është jo logjik shumë, po pse kështu? Pse Zoti ka thonë kështu. Kjo është pjesa e parë e pastërtisë edhe e papastërtisë, kuptimore. Pjesa e dytë është papastërtia që është me sy dhe pastrimi ndaj asaj që është me sy. Dhe kjo është e logjikshme. Khabeth që thëjnë khabethun
ose lagimi i të pestës, kjo është e logjikshme. Sepse ti e sheh urinën me sytë tu. Ti nashta e gjen edhe erën e keqe të papastërtisë, jo çfarë bën ti? Ja hodh ujin, edhe e fërkan, edhe përdor shampunin, pse? So shumë e logjikshme. Pra kemi një pastrim për një papastërtie jo të logjikshme, edhe jo të dukshme. Dhe kemi një pastrim për një papastërti që është e prekshme dhe dukshme. Që të dyja janë dy kategoritë që karakterizojnë krejt kapitullin e pastrimit. E për cilën kemi volën ata shetutje? Për këtë pjesën që janë papastërtitë e dukshme. Sepse kjo që është e padukshme kryna me kaq. Kemi dakord? E tash, për me hitutje, na duhet me ditë me cilin ujë, llojet e ujit që na vijnë me e pastrua këtë ndërtësirë. Kjo është një temë. Mas e te kam në ardhë çka llogaritet e papastër, çka llogaritet jo e papastër. Sepse me të vetë ty, çka llogaritet e pestë, ti thu valla sperma është e pestë. Ai tjetri thot edhe tugo, vjelli është e pestë. Ai tjetri thot edhe gjaku është i papastërt, i pestë. Pra njerëzit llogaritin shumë të papastërta, shumë të fleshta, po sheriati si ka llogarit? Sheriati ka llogarit veç ato që janë të papastërta, që edhe ti me sy i sheh përbërjen. Edhe e din që duhet më hjek. E kemi të qartë? Pra për çka kemi folë tash e tutje, çka karakterizohet krejt kapitulli i pastërtisë që i ka dikon shkurtimisht. Kjo është veç e rezume, shkurtim për mbledhje, i që në diska faqe, pra e karakterizon me njoft çka është e pesta, çka është e papastërta dhe me njoft që shme e pastru. Krejt tema tonë janë qëtu. E kur vimi të abdesi dhe të tejmumi, kina me kalu pej kësojna të kje para. Të e që quhet hadeth. Sepse tejmumi dhe abdesi nuk kanë bëjmë me papastërti që duke. Po kanë bëjmë me papastërti që Allah na ka thonë që ashtu se për ndryshe në asmenja s'ta ke shku me marrë abdes për me fa namaz. S'ka lidhe me logjikën. Jemi dakord? E nëse që ta e ki kuptu, nëse që të rrumbullak si mësot e ki kuptu, atër krejt kjo që vjen ma vonë. Është jashtëzakonisht e thjeshtë. Është jashtëzakonisht e thjeshtë. Mirë, po këtë parim të ndarjes. Kush hin si pastrim tek hadethi dhe kush hin si pastrim tek khabethi ose pesta, dy të cirat, këto do të mi di si kur Fatihan, sepse për ndryshe nuk mund mi i dallu. E besoj që e kem zgjat kogja shumë, të i përsërit disa herë një ta terme, edhe menej që me menzojt është e thjeshtë. A ka dikush nej pyetje lidhje me këta. Kjo rreshti i fundit që është, kjo gjithashtu përsëri llojet e hadithit. Cilat janë llojet e hadithit? Gjendjes kuptimore të papastërtisë. Janë dy. Qeni xhunub i bën pastrimi pe hadith, pastrimi i madh, sepse është dytësi e madhe. Hadithi i vogël që hjek abdesi. Po këto kanë bënë me thama atë që quhet hadith ose papastërti kuptimore, jo prekse. Dhe mundi me boni një hodhje të shikimit të kësaj çfarë shpjegum pika të shkurta dhe me e vetveten, a dim në çka është kjo, a dim çka po të çka, dhe jemi inshallah taala në rregull. Po jam më shumë shty ta kokë. Unë kam dy pyetje është. Njëna është fëmia kur ta nxjerrin Kur'anin, edhe për shembull e lanë në tokë tani. E ti nuk i avdash.